Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka përditësuar situatën epidemiologjike me fryth në vend. Nga 16 prilli e deri me 13 korrik në Kosovë janë konfirmuar 63 raste, ndërsa gjatë javës së fundit janë regjistruar edhe 11 të reja. Sipas raportit, komuna e Gjakovës nuk figuron me raste të konfirmuara me fryth në periudhën e lartcekur. Krye-infermiera në qendrën e vaksinimit në Gjakov na tregon për nivelin e mbulueshmërisë me vaksinën kundër frythit dhe nëse është në nivelin e rekomanduar. Të bazuar në vitet e kaluara, ka qenë niveli deri në 80-85% e mbulueshmëria e vaksinimit me vaksinën e frythit jazme dhe rubeollës. Edhe këtë vit e kemi një mbulueshmëri të mjaftueshme, duke u bazuar në dhënat që i kemi se ka raste në tërë Kosovën. Fatmirësisht në komunën tonë nuk e kemi asnjë rast. E nëse Gjakova nuk ka asnjë rast aktiv aktualisht, kjo situatë është si rezultati i aksioneve dhe apeleve të shumta që qendra vaksinimit ka bërë, shtoi Berisha. Kemi marrë disa masa, kemi pas një aksion në paralagjen e Bërkosit, paralagjen e Kolonisë. Kemi bërë apel në përmjet televizorit të juaj për më ardhmë mu vaksinu. Se ma mirë të shërojmë, të vaksinojmë, të parandalojmë një sëmundje se të shërojmë. Frythi është një sëmundje që ka për masa të mëdha, mjafton një fëmijë infektun, mundet me pas kapacitet me infektu deri 20 raste, kuptohet të fëmijët që janë asnjëherë me të vaksinuar. Pavarësisht gjendjes aktuale, apeli që prindërit i vaksinojnë fëmijët mbetet i pandryshuar. Ju bëj apel të gjithë prindërve që ju lutem të vinë të vaksinojnë fëmijët se më tepër ka pasoja nëse një fëmijë smuhet për sëmundjes së frythit. Po ashtu krye-infermierja apelon që prindërit të mos bazohen në informacionet që qarkullojnë në internet për vaksinat, pasi shumë prej tyre janë të pavërteta.